Është një ditë e gëzueshme shumë, edhe si shifni edhe koha, më ka ra shi i madh në Tiranë, nuk e di edhe këtu në Shkodër ndoshta. Sot Zoti e ka ba kohën e mrekullueshme. Pra vërtet është një ditë shumë e bukur për ne, familjen tonë, që baba jonë mas 100 vjetë që ka linë pikërisht në këtë shtëpi, ka i bukur, ka kënë ndrysh, pa e kanë rregulluar dhe është baj bukur. Ai ka linë këtu ka ba jetën e tij të parë. Ka kënu të në Shkodër dhe këtu e ka fillu jetën. Dhe ne këtu bashkisë, i falenderojmë shumë bashkinë dhe kryetarin, që na i kanë ba këtë nerë të madh me rast në 100 vjetorit, pra që i bëjmë një plak këtu në këtë shtëpi ku ai ka linë, por jam dhe unë e fatë se dhe unë kam linë pikërisht këtu, te kjo shtëpi, por këtë fatë e kam pas vetëm unë nga 3 fëmijë. Ngenë si thot jam shkodran, pa shkodran i vërtet jam unë, ai ka linë Tiranë me gjithë motrën. Dhe ju e shqipni dhe dialektin, unë e kam shkodran, sepse ne në familje kemi folë gjithmonë shkodranqe. Dhe ne Shkodrën e du me zemër, bile, t'ju them të vërtetën, unë kam baje opera Rozafa, me libret të Fadil Krajç, të cilën dëshëroj të baj këtu dhe t'ja dedikoj babës tem në këtë vit të shenjtë, si me thamë për ne, familjen tonë, t'ja dedikoj ati këtë opera që kam ba, në teatrin Migjeni, shpresoj ta baj shpejtit. Nga i bajimi, vetëm kujtimi është edhe gjitha gjanat ka ndryshu, me fit Tukiqi që jeton këtu, djali i Aqton, i Fikos, pra e ka rregullu shtëpinë, e dhoma është ajo aty ku kam linë unë, edhe nuk e di baba ku ka linë, po ama këtë shtëpi kemi, linë dhe kemi jetu vitet e para. Gjyshem ka qenë këtu, Dervishi, dhe pastaj Ibrahimi ka shku në ansamblin e ushtërisë, kur erdhi mosha me ba ushtërinë, Gaço Abrazi, që i zgjolli si talent, e mori në ansamblin e ushtërisë, ku ai u dallu dhe doli solist, dhe me njëherë çunë me studimin në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, ku ai neti 5 vjet në Moskë edhe në Sankt Peterburg, dhe ku sigurisht u perfekcionu, por ngeli gjithmonë një djalosh Shkodrit, i dashuru me këngët shkodrane që janë të mrekullueshme, do të thoja Shkodra ka perla, këngët e Shkodrës janë të mrekullueshme. Dhe kjo ka ndiku shumë edhe tek ne. Pra ai qysh në djep nofta unë kam një gjuhë po punoshin të revla, edhe kjo motiv që e kam pas në gjak, e kam përdorur edhe te opera. Po e bam operën, ju do ta njohni, që unë jam shtet në Jaret Shkodrane, në motivet ka i bukur që i ka Shkodra, qyteti mrekullueshëm në të gjitha drejtimet. Jo vetëm për sa i përket natyrës, që është një qytet që i ka gjitha, ka detin, lumin, kalan, malet, por ka dhe njerëzit e mrekullueshëm, artëdashës shumë, shkodranët janë artëdashës, sportdashës, duan futbollin, duan këngën, pra unë jam i lumtur që jam shkodran. Absolutisht, është emocionuese, edhe unë jam, domethënë për familjen tonë, është një gëzim i madh që ne arrim në pikërisht ku ka fillu çdo gjë, këtu ka lind baba, këtu ka lind Davidi, edhe mas fundit Shkodra, Bashkia Shkodër dhe tanë Shkodra, populli shkodran që i ka dasht shumë babën, edhe Davidi natyrisht, vetë një plak për kujtimore, është një nder për familjen tonë dhe gëzim i madh. Humanitetin dhe njerëzillekun do të thosha, ka kënë njeri me shpirt shumë të madh, edhe shumë njerëz e kanë njoft Ibrahimin artist, po edhe shumë njerëz e kanë dash si njeri me zemër dhe shpirt shumë të madh. Kështu që kja do të thosha, çfarë do të kujtoja shumë çka. Ka shumë gjana me kujtu, shumë detaje, pa ndoshta këta nuk kemi kohë televizive me i thanë, po humanitetin dhe njerëzillekun e tij, zemrën e madhe. Kishte një filozofi do të thosha shumë të shnetshme për jetën, po një që më vjen tashti, se për nyshe do të kishte shumë, mas i ban tjetrit atë që nuk do dojshë me ta ba ty. Respekt për të tjertë. Shkodra ishte prezente në çdo moment. Njëherë në shtëpi ishte një ambasade vogël e Shkodrës, sepse tanë fliqim dialektin shkodran në zemër Tiranës. Kështu që po Shkodrën e ka dash pa kushte. Mendoj që prap me thojza jam një ambasador i Shkodrës, i Shqipërisë. Pa Shkodra ka, ne shkodranët e du ma shumë Shkodrën dhe jemi lokalista në sensin e mirë të fjalës, kështu që unë aty ku përfaqësoj, gjithkund përfaqësohem si muzikant shkodran. Edhe jam shumë i nderuar për këtë.
simbolikisht është e dyta herë që e kam vu. Në një herën e parë ka disa vjetë në Londër, në një recital, dhe tanë publikum duhet të kitë, pa mas shfaqjes tanë dojshin me ditë. Kja është medalja e artistit popullit të Baps, që aji e ka marrë, edhe tamam populli e ka dashur shumë dhe e ka të merituar dhe simbolikisht në këtë ditë ose sot o kur unë e mbaj me shumë kënaqësi këtë medaljen e Baps. Kam merrin dhe privilegjin sot përfaqësoj kryetarin e bashkisë dhe bashkinë Shkodër në këtë ditë ceremoniale për të vendosur këtë pllakë përkujtimore e cila do të jetojë gjatë e jetoft përjetësisht në derën e kësaj shtëpie që për gjithë shkodranët është shumë ditë e vlerë sepse sot përkujtojmë në mënyrë simbolike 100 vjetorin e linjes të tenorit të madh të artistit popullit Ibrahim Tukiqi dhe kemi nderin që me prezencën e 2 djemve, muzikant, artist të shquar, të studiuar e të formuar nga ana kulturore artistike në universitetet më të mëdha të botës, shpreh gjithë mirënjohjen që o bën iniciator për ta organizuar këtë ditë dhe në praninë e familjarëve, të cilët do të vazhdojnë të mbajnë hapur këtë derë, që për shkodranët është shumë e shquar, shumë e dashur, duke kujtuar të madhin tenor shumë të dashur për shkodranët e për shqiptarët, sepse me zanin e tij ka debulu zemrat e shpirtrat e gjithë shkodranëve edhe ende vazhdon ta bëjë, edhe pse sot kujtojmë 100 vjetorin e lindjes tij. Të jeni krenar ashtu siç jeni. Të jeni shumë të dashur me njëri tjetrin ashtu siç jeni, dhe kjo është dëshira e çdo shkodrani që dëshiron të shoh familjarët bashkë. Jo i një shembull shumë i mirë, që jo vetëm keni trashëguar talentin dhe dëshirën për muzikën nga babai juaj, por keni trashëguar dashurinë për familjen, gjatë të cilën shpeshherë e gjejmë të tunduar sot. Prandaj ne ju admirojmë dhe ju duam sa më shpesh të kemi pranë nesh, ashtu siç ju kemi shpeshherë në aktivitetet kulturore artistike në skenën e teatrit Mixheni. Jeni shumë të dashur për ne. Jo vetëm se trashëgoni emrin Tukiqi, por se jeni vetë artist shumë të mëdhenj, gjatë cilën babai ju e ka krijuar, ju ka edukuar vetë me dashurinë. Shumë mirënjohje për nanën, për familjen e nanës tuaj, lohja të cilët ne kemi shumë të dashur në Shkodër, dhe sot njehemi shumë mirë, njehemi të lumtur, njehemi të pastër. Kjo pllakë përkujtimore ka vlera të mëdha për Shkodrën, sepse përjetëson një prej emrave më të shuar të vokaleve të zërave tonë lirik, që ka dhënë një kontribut shumë të madh në skenat e vendit tonë, por edhe në skenat e botës kudo që ka marrë pjesë ka interpretuar. Kjo pllakë në një mënyrë tjetër përjetëson emrin e tij, por nga ana tjetër pasuron edhe vlerat e kulturës tonë qytetare, sepse kushdo që do të kalojë në këtë rrugë do të shikojë një emër që është kaq i njohur, kaq i nderuar dhe rrit vlerat e kulturës tonë qytetare. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Ne urojmë respektet më të mëdha, se unë jam i gjenerat që jam rrit me artin e tij, por edhe njëkohësisht një artist që kam bashkëpunuar edhe me Ibrahim Tukiqin në gjitha ngjarjet artistike që kemi lëvruar. Po, është një mënyrë tjetër për të hequr vëmendjen, në fakt me një kujdes që nuk kërkon shumë, një pllakë përkujtimore, por një qytetar i Shkodrës. E nin vetin ma të kompletuar kur shef që ky qytet ka nxjerrë kaq shumë emra të nderuar. Janë emra që na nderojnë, por që edhe plotësojnë konturet e psikologjisë, e realitetit tonë qytetar, të Shkodrës si qytet i rëndësishëm i artit dhe kulturës. Shpresoj që kjo që thatë ju që të vendosen pllaka të tilla që s'kërkojnë shumë, por ama dëshmojnë shumë.